Prokurori i posaçëm i Malit të Zi, Milivoje Katnić, i cili po zhvillon hetime mbi përpjekjet për të nxitur luftë në ditën e zgjedhjeve parlamentare në Mal të Zi, paraqiti prova të reja që sinjalizojnë implikimin e drejtpërdrejtë të Rusisë në këto ngjarje. Në një deklaratë për mediat malazeze, zoti Katnić tha se organizatori kryesor i përpjekjeve për grushtin e shtetit në Mal të Zi është një zyrtar ushtarak rus, i cili deri në vitin 2014 kishte vepruar në Poloni, por për shkak të veprimtarive të spionazhit u dëbua dhe u shpall personi pa dëshiruar në atë vend. Zoti Katnić paralajmëroi se deri më 15 prill do të ngrihen akt akuzat për veprime të organizuara terroriste ndaj 23 personave nga Serbia dhe Rusia, si dhe ndaj 2 përfaqësuesve të opozitës në Mal të Zi. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Ali Salaj njofton. Prokurori i posaçëm shtetëror i Malit të Zi, Milivoje Katnić, akuzoi Moskën se në ditët e zgjedhjeve parlamentare në Mal të Zi tentoi të shkaktojë gjakderdhje me qëllim që të realizojë ndikim të shtuar në Ballkan. Në një intervistë për mjetet malazeze të informacionit, Katnić paraqiti fakte të reja lidhur me identitetin e vërtetë të organizatorit kryesor rus, i cili sipas prokurorit punonte për Agjencinë e Sigurimit rus. Nije Eduard Širokov, nego Eduard Šišmakov, da je 2014. godine bio zamjenik ruskog vojnog atašeja u Poljskoj. Eduard Širokov në të vërtetë është Eduard Šišmakov, i cili në vitin 2014 ishte zëvendës i atasheut rus në Poloni, por për shkak të aktiviteteve spionazhe atje u dëbuar nga Polonia si person i padëshiruar, tha Katnić. Ai vuri në duke se pasaporta e tij me emër të rrejshëm është lëshuar nga institucionet përkatëse ruse, gjë që tregon se disa struktura shtetërore të Moskës kanë qenë të implikuara drejt për drejt në ngjarjet e Malit të Zi. Prokurori i posaçëm Milivoje Katnić tha se deri me 15 prill do të ngriten akt akuzat për terrorizëm ndaj 23 personave nga Serbia dhe Rusia, si dhe ndaj 2 përfaqësuesve të opozitës në Mal të Zi. Državno tužilaštvo će imati gotovu optužnicu najkasnije 15. aprila 2017. godine. Ndërkaq qeveria e Malit të Zi akuzoi të njëjtën Moskën zyrtare se në ditën e zgjedhjeve parlamentare tentoi të shkaktojë gjakderdhje në Mal të Zi me qëllim që të nxjisë një destabilizim në rajon. Po ashtu qeveria malazeze reagoi në deklaratën e zëdhënëses së Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, e cila mohoi çdo ndërhyrje të Rusisë në ngjarjet e 16 tetorit në Mal të Zi. Qeveria Podgoricës ja përkujtoi Moskës zyrtare ndërhyrjen e saj në punët e brendshme të Malit të Zi, qoftë përmes qëndrimit që mban për procesin e integrimit të Malit të Zi në strukturat euroatlantike, apo me organizimin e grupeve terroriste që kishin për qëllim nxitjen e luftës në vend. Qeveria citoi agjencitë e huaja të zbulimit të cilët kishin mbledhur provat të përfshirjes ruse të niveleve të larta në komplotin kundër Malit të Zi. Ndërkohë, Serbia bëri të ditur ditën e njëjtë se nuk do t'i ekstradojë 2 shtetas serb, Nemanja Ristić dhe Predrag Bogićević, të cilët akuzohen se kanë qenë të përfshirë në përgatitjen e sulmit terrorist. Gjykata apelit në Beograd e ka hedhur poshtë kërkesën e Ministrisë së Drejtësisë të Malit të Zi për ekstradim, duke theksuar se mungojnë faktet për një veprim të tillë. Mali i Zi ka qenë i përfshirë në ngjarjet konspirative në ditën e zgjedhjeve parlamentare të 16 tetorit të vitit të kaluar, ku autoritetet policore arrestuan 20 shtetas serb të akuzuar për përgatitje të sulmeve të armatosura kundër institucioneve shtetërore dhe ish kryeministit të vendit Đukanović. Ndërkaq, partitë opozitare kanë theksuar se grushteti dyshuar është fabrikuar dhe kanë akuzuar kryeministrin në largim Milo Đukanović se po shfrytëzon shërbimet e sigurimit për të ruajtur dominimin e tij mbi Malin e Zi. Ndërkohë, analistët vlerësojnë se Moskva po sheh veten të rrethuar nga një NATO që po zgjerohet, si dhe kishte shpresuar se do të siguronte për vete qasjen në portën e njohur të Adriatikut në tivarin e Malit të Zi. Për Zërin e Amerikës nga Podgorica, Ali Salej.